Në diasporë ekzistojnë rreth 300 xhami shqiptare të cilat u shërbejnë besimtarëve musliman për të kryer obligimet e tyre fetare, theksoi drejtori i sektorit për diasporë Mafiz Rustemi. Ai gjithashtu tha se këto xhamit janë themeluar dhe mirëmbahen nga vetë shqiptarët në mërgim dhe përveç funksionimit të tyre fetar, ato luajnë një rol të rëndësishëm edhe në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe kulturor. Këto xhami organizojnë aktivitete gjatë festave të mëdha islame, duke bashkuar shqiptarët nga trevat e ndryshme rreth vlerave të përbashkëta fetare dhe kombëtare. Gjithashtu, xhamitë shqiptare në diasporë janë shpesh të hapura edhe për aktivitete kulturore, edukative dhe ndërfetare, duke kontribuar në forcimin e bashkëjetesës dhe integrimit të komunitetit shqiptar në vendet ku jetojnë. Ashtu si dihet, Bashkia Islame përveç se është përgjegjëse për organizimin e jetës fetare këtu në vendlindje, në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu ajo shumë interesuar edhe për zhvillimin e jetës fetare edhe në diasporë. Prandaj edhe sektori i diasporës, pranë Bashkisë Fetare Islame ka për synim zhvillimin e jetës fetare në diasporë në përputhje me mësimet islame, mbështetjen e institucioneve dhe qendrave islame shqiptare në Evropë dhe më gjerë, gjithashtu edhe krijimin një strukture të unifikuar të imamëve dhe të qendrave islame, si dhe nxitjen e edukimit fetar, por jo vetëm fetar, gjithashtu edhe gjuhësor, të brezat e rinj në diasporë, edhe promovimin e bashkëjetesës dhe dialogut në mes shqiptarëve musliman që jetojnë në diasporë me fe tjera dhe me institucionet e shteteve ku ata jetojnë. Në këtë dimension, atëherë kuptohet se edhe Bashkia Islame është shumë e interesuar që muslimanët të cilët jetojnë në diasporë të jenë mirë të organizuar përmes ndërtimit të xhamive dhe përmes ndërtimit të një infrastrukture e cila do të ishte tamam do të përfaqësonte në mënyrë të denjë muslimanët e atjeshëm. Prandaj edhe çdo një iniciativë që vjen nga diasporë për ndërtimin e ndonjë xhamie apo edhe për blerjen e ndonjë objekti i cili do të shërbejë si xhami, Bashkia Islame e pret atë me zemër të hapur dhe ofron ndihmën e saj aq sa mundet, përmes ideve, përmes konsultimeve, por ndonjëherë duke marrë pjesë edhe në aspekt financiar dhe nuk ka pas rast që të hapet ndonjë xhami e re atje apo edhe të blihet ndonjë objekt që pastaj shndrohet në xhami, vetëm se të ketë prezent edhe përfaqësues nga Bashkia Islame, duke filluar nga reisi apo edhe drejtori i sektorit për diasporë, për të dëshmuar se me të vërtetë Bashkia Islame është në mbështetje të besimtarëve të atjeshëm, në mbështetje të organizimit të jetës fetare atje. Prandaj të gjitha këto xhami të cilat funksionojnë në diasporë, e që numri i tyre është shumë i madh, menaxhohen përmes krijimit të unioneve ose komuniteteve muslimane në diasporë, të cilët shpeshherë ose gati se vazhdimisht janë të iniciuara nga Bashkia Fetare Islame, për arsye se është shumë më ndryshe atëherë kur xhamit funksionojnë të organizuara, janë të gjitha anëtarë në një union dhe i koordinojnë më mirë programet e tyre, bëjnë më mirë plane për zhvillimin e jetës fetare dhe për ruajtjen e identitetit fetar dhe kombëtar atje. Prandaj edhe Bashkia Islame është shumë interesuar që vazhdimisht muslimanët atje të jenë të organizuar në nivelin më të lartë të mundshëm, për arsye se kështu edhe më dinjësisht e prezantojnë islamin, por gjithashtu i prezantojnë më dinjësisht edhe vlerat tona kombëtare në vendin ku ata jetojnë. Nuk ka dyshim se ata bashkëvendasit tanë që jetojnë në diasporë, përveç që japin një mund të madh, një kontribut të madh për ndërtimin e xhamive atje, për blerjen e objekteve që pastaj shndrohen në xhami, gjithashtu ata asnjëherë nuk janë të shkëputur edhe nga kontributi që japin edhe në vendlindje. Ne e dimë se Bashkia Islame nën udhëheqjen e saj ka më tepër se 700 xhami, gati se 1400 hoxhallar punojnë në kuadër të Bashkisë Islame. E sa qindra mektepe, gjithashtu kemi 5 medrese, kemi fakultet të shkencave islame, institute të ndryshme shkencore që veprojnë në kuadër të Bashkisë Fetare Islame. Të gjitha këto nuk kanë asnjë ndihmë nga jashtë,
pas edhe nga shteti. Të gjitha mbahen me kontributet e besimtarëve tonë, nga vendlindja edhe nga diaspora. Dhe gati nuk mund të gjesh asnjë xhami që ndërtohet apo asnjë projekt që zhvillohet këtu, vetëse gati pjesat dërmuese të ardhurave dhe ndihmave janë nga besimtarët tonë që jetojnë në diasporë, dhe kjo tregon edhe vetdijen e lartë të besimtarëve tanë që janë në diasporë, por gjithashtu tregon se Bashkia Islame gjithmonë është transparente dhe gjithë kontributin që japin besimtarët tonë nga diaspora për të zhvillimin e jetës fetare këtu, ajo e kanalizon dhe drejton në rrugë të duhur, në formë të duhur, që elhamdulillah është edhe duke dhënë frite. Pra, ti mbash të gjitha këto institucione është me të vërtet një obligim shumë i madh, mirë po fal vullnetit të besimtarëve dhe fal organizimit të mirë të Bashkisë Islame, sidomos Reisul Ulemas, neve elhamdulillah ja dalim që pas një problem të gjitha këto ti menaxhojmë. Prandaj besoj se besimtarët tonë që jetojnë në diasporë ende kanë këtë veti dhe lutim Allahun xhaleshanu që lidhja e tyre me vendlindjen asnjëherë të mos shkëputet, për arsye se është në interes edhe të besimtarëve që janë në vendlindje, Bashkisë Islame dhe institucioneve tona, por gjithashtu mbajtja e lidhjeve është edhe në interes të besimtarëve tonë që jetojnë në diasporë, për arsye se kjo u harruan më tepër edhe identitetin e tyre fetar dhe kombëtar. Bashkia Islame është interesuar që çdo xhami, qoftë ajo që ndërtohet ose ata që janë ekzistuese, të jenë nën kujdesin institucioneve të unioneve ose komuniteteve ku ata veprojnë, dhe gjithashtu të jenë të lidhura edhe me Bashkinë Islame. Për arsye se kur një xhami ngrihet pa lidhje institucionale, ajo mbetet e pambrojtur para institucioneve të shtetit të atjeshëm, e pa kontrolluar në aspektin fetar, për arsye se nuk e dim se çfarë ideologjie mund të përhapet brenda asaj xhamie, dhe gjithashtu shpeshherë mund të jetë edhe një rrezik për përçarjen e komunitetit të atjeshëm. Prandaj edhe ne si Bashkia Islame mundohemi që xhamitë të cilët nuk janë brenda unioneve ose brenda komuniteteve të atjeshëm, me gjitha mundësitë tona që të detyrojmë ose të nxisim që edhe ata të bëhen pjesë e unioneve, për arsye se kjo është edhe në favor të muslimanëve të atjeshëm, por gjithashtu është edhe në favor të Bashkisë Islame, për arsye se më mirë mund të organizohet edhe jeta fetare në diasporë në momentin që neve të gjitha xhamitë i kemi të unifikuara dhe janë brenda një union. Prandaj edhe mendoj se besimtarët e diasporës duhet të jenë të vetëdijshëm, jo vetëm si xhami, por edhe si unione, edhe si besimtarë, që ata gjithmonë duhet të mbajnë lidhjen e tyre qoftë shpirtërore, qoftë edhe institucionale, edhe me vendlindjen edhe me Bashkinë Islame. Bashkia Islame nuk pengon asnjë xhami, Bashkia Islame nuk pengon që besimtarët që janë në diasporë të organizohen në forma se ata dëshirojnë, mirë po është shumë interesuar që ata të mbajnë lidhjen me vendlindjen dhe me institucionet, për arsye se kjo është edhe në dobi të çështjes kombëtare tonë, por gjithashtu edhe në dobi të çështjes fetare. Prandaj edhe më pëlqeu shumë në një rast që ishim në diasporë, një udhëheqës fetar i atjeshëm solli një shembull shumë praktik. Shalqini tha, edhe nëse rritet me metra larg rrënjës, ajo vazhdon të zhvillohet përderisa i ka lidhet me rrënjën. Në momentin që i shkëput lidhet me rrënjën, atëherë thahet. Edhe diaspora jonë, ajo mund të ecë përpara, mund të ketë progres, mund të ketë zhvillim qoftë edhe në aspekt ekonomik apo edhe fetar, përderisa i ka të lidhura lidhjet e saj me rrënjët, me vendlindjen ose me Bashkinë Fetare Islame këtu. Në momentin që shkëputen lidhjet, ato do të thahen. E tharja atje do me thonë asimilim, do me thonë tjetërsim. Prandaj edhe ne nuk e duam këtë gjë as për veten tonë, por as edhe për besimtarët vëllezërit tonë që jetojnë në diasporë. Prandaj edhe nxisim ata që të jenë shumë mirë të organizuara në forma të ndryshme institucionale, xhamitë të jenë të organizuara në nivele shumë të larta. Mirë po është shumë e rëndësishme që t'i mbajnë lidhjet e tyre me vendlindjen edhe me institucionet këtu, sepse ne kështu tregojmë si jemi një, tregojmë se gjithë kemi një dert, një qëllim, edhe kuptohet të bashkuar mund të jemi edhe më të zhvilluar dhe mund të ecim shumë më larg. Pra, nuk dim se ka ndonjë xhami e cila është e pamvarur ose vepron jashtë të gjitha institucioneve, mirë po edhe nëse do kishte atill,
realisht është shumë e dëmshme edhe për vetë xhamin, por edhe për besimtarët tonë që janë në diasporë. Në diasporë çdo xhami që ndërtohet ose çdo xhami që blihet ka për qëllim edhe që në atë vend të adhurohet Zoti, por gjithashtu edhe në atë vend të kultivohen vlerat tona kombëtare. Prandaj xhamia shërben si një vend ku tamam si një fortifikat ku besimtarët aty do ta mbrojnë identitetin e tyre fetar dhe kombëtar. Për arsye se në Islam nuk ndahen njëra nga tjetri. Nuk mund ta mendosh një besimtar të mirë nëse ai nuk është edhe një adhetar i mirë dhe anasjellës. Prandaj edhe do të shohësh se në xhamiat në diasporë, përveç që mësohet të besohet Allahu xhaleshanu, të ndiqet feja islame dhe mësimet e pastra të saj, gjithashtu të gjitha këto mësime bëhen në gjuhën shqipe. Dhe përveç klasave fetare ka edhe klasa tjera të cilat i mësojnë fëmijët tanë se si ta flasin sa më bukur dhe më pasur gjuhën shqipe, u mësojnë atyre edhe traditat kombëtare që neve i kemi, dhe është dëshmi shumë e qartë se xhamit atje shërben si një kala, si një fortifikat, dhe çdo kush që është i lidhur me xhamin, ai e ka mbrojtur edhe identitetin e tij fetar dhe kombëtar, dhe çdo kush që është i shkëputur nga xhamia realisht ka vendosur në rrezik veten e tij, edhe aspektin fetar, por edhe atë kombëtar. Prandaj edhe nuk ndahen asnjëherë dhe kjo është e mira. Përderisa xhamit funksionojnë në këtë formë, atëherë ne kemi shpresë se besimtarët tonë shqiptar në diasporë do të arrijnë edhe në të ardhmen të vazhdojnë të jenë shqiptar dhe musliman, dhe çdo shkëputje siç tham nga xhamit rrezikon edhe identitetin tonë. Gati se mesazhet më të bukura na vijnë nga diaspora për neve dhe jo që ne mund t'ja përcjellim diasporës. Për arsye se me aktivitetet e tyre që ata i bëjnë në diasporë, me punën e tyre të madhe që ata e bëjnë atje, me organizimin e tyre të një niveli shumë të lartë, dëshmojnë se me të vërtet vetdia e tyre fetare dhe kombëtare është shumë e lartë, dhe ata gjithmonë dhe vazhdimisht na japin shembull se si duhet atë dheu dhe si duhet të kontribuohet edhe për ngritjen e vlerave fetare. Prandaj edhe ne mahnitemi me organizimin e tyre, mahnitemi me formën se si ata organizojnë jetën fetare atje. Në çdo aktivitet do t'i shohësh xhamia të mbushura me të ri, të reja, me burra e gra, të cilët edhe përkundër angazhimeve të shumta që i kanë, edhe përkundër dinamizmit të madh që është atje, ata arrin të ndajnë kohë për t'ju përkushtuar edhe Zotit, për t'ju përkushtuar edhe ruajtjes së vlerave kombëtare, dhe kjo është një mesazh shumë i fuqishëm që ata na japin. Realisht sa herë që dalim në diasporë frymëzohemi dhe na bën të qartë se sa pak realisht ne kontribuojmë edhe për çështjen tonë fetare, por edhe për ata kombëtare. Ne vetëm i nxisim që ata të vazhdojnë me këtë shpirt, gjithmonë të jenë të lidhur me Allahun xhaleshanu, gjithmonë të jenë të lidhur me fen, të jenë të lidhur për vlerat tona kombëtare, të jenë të lidhur për vendlindje, të jenë të lidhur për bashkësinë fetare islame, për arsye se vetëm kjo do të na garantonte neve një unitet, një vëllazëri të vërtet, dhe do të na garantonte se ne do të vazhdojmë edhe më tej të jemi shqiptar dhe musliman, pa marrë parasysh në vendin dhe në kohën ku neve jetojmë. Imami Bekim Alimi, i cili shërben në qytetin Wiel të Zvicrës, ka deklaruar se në gjithë territorin e Zvicrës ndodhen mbi 80 xhami dhe qendra islame. Sipas tij, këto objekte fetare luajnë një rol të rëndësishëm në jetën shpirtërore dhe kulturore të komunitetit musliman, duke ofruar jo vetëm hapësirë për falje, por edhe mësim, edukim dhe aktivitete sociale. Parafërsisht përputhet me sfidat të cilat i kishte xhamia e pejgamberit dhe një imam në kohën e pejgamberit alsam, për shkak se nuk ishte situata në atë kohë komplet pa sfida ose krejt e rrafsht. Por sfidat ishin të gjithë anshme në kohën e pejgamberit alsam, dhe unë sa e krahasoj me veten time është që një xhami në diasporë i përputhet shumë xhamisë pejgamberit alsam, që nuk ka të bëjë vetëm me faljen e namazit dhe të shkojmë në shtëpi, por janë edhe shumë detyrime tjera.
nuk di unë sa kohë kam, por nëse është në pyetjet tuaja mund t'ju shpreh se çfarë obligime tjera, por në përgjithësi pyetjes tuaja do të përgjigjem që është parafërsisht përputhet me xhaminë e pejgamberit e dhe sfidat e gjithanshme. Po, unë shërbej në xhamin e Vilit, një qytet me 28.000 banor në Zvicrën lindore, që largon parafërsisht 25 km nga kufini i Gjermanisë dhe po aq nga kufini i Austrisë. Aty kemi në këtë qytet për atë vogël ka dikun të 15% që janë musliman të komplet qytetit dhe prej tyre 10% janë shqiptarë. Përderisa kjo popullat është zhvendosur atje dhe jeton dhe punon ditë për ditë dhe është integruar, më se integruar dhe jam shumë i lumtur me shqiptarët tonë në Zvicër. Të gjithë njerëzit, qofshin zvicran apo jo zvicran, e dinë që një popullat sjell me vete kulturën e vete, gjuhën e vete, fenë e vete dhe kështu me radhë. Dhe pra ata detirohen të bëjnë praktikimin e kësaj feje në jetën e përditshme, gjë e cila mbulohet ose sigurohet me kushtetutë shtetërore. Në këtë rast, si është çështja e ndërtimit apo blerjes së xhamive. Deri më tani ka qenë në fazë që njerëzit kanë pasur dhoma ose ambiente të marra me qira dhe janë falur në të. Tani më kalon gjenerata e tretë në Zvicër, e cila është më e kthjellët, më e hapur dhe kështu me radhë, dhe sheh krahasimin midis kyshave, sheh krahasimin midis institucioneve tjera shtetërore dhe krahasimin midis xhamive, të cilat janë të marrën në qira, të cilat janë diku në një garazh dhe kështu me radhë, gjë e cila nuk aprovohet në jetën e përditshme. Prandaj ka ardhur tendenca, iniciativa që edhe xhamit të marrin nivelin e duhur, të marrin standardin e duhur në shtetin në të cilën jetojnë, një prej shteteve më të kultivuara në botë. Kjo është një prej iniciative që një pjesë e madhe dërmuese e xhamive shqiptare, po jo edhe vetëm, janë ato që i blejnë ambientet e caktuara dhe i ambientojnë, i përshtatin atë, dhe një numër jo pak nga këto xhamia janë ato cilat kanë themeluar, kanë ndërtuar nga themeli dhe flasim për koste marramense të mëdha, mirë po kanë sjell një bukuri të mahnitshme. Shumë bukur për besimtar musliman, ndërtimi i xhamisë është identitet. Për personin i cili fal namaz është një identitet, është një pasqyrë në cilën reflekton jeta e tij e përditshme. Por jo vetëm, unë po ju tregoj se kemi ne plot njerëz të cilët nuk janë praktikues të 100% të fesë, mirë po në një prej festave kombëtare, fetare kështu me radhë, dalin te xhamia për shkak se ajo prezanton edhe një pjesë, një gjysmë toke të vendlindjes. Ata ndjehen në vendlindje, ati ndjehen një shkëmbim, një kafe me dikon tjetër, ne organizojmë takime të ndryshme, jo vetëm fetare, po edhe kombëtare, ndjehen mirë, fëmijët prezantojnë një program, kështu me radhë, ndjehet pra një pjesë në vendlinjën e vete. Sidomos xhamit në Zvicër dhe imam, të cilët i përshëndes të gjithë dhe janë të gjithë më të aftë se unë, të gjithë këta japin një kontribut të veçantë që xhamia mos të izolohet, mos mbetet në katër murna, mos mbetet një institucion të them paralel në shoqëri ose të krijojë sfida jo reale për shoqërinë. Të gjithë këta janë ato të cilat i hapin dyert për dyert të hapura të xhamisë, sikur quhet, të gjithë këta janë në bashkëpunim me institucionet vendore, të gjithë këta janë në bashkëpunim edhe me lidhjen e arsimtarëve dhe prindërve shqiptar, pra me lapshin për çështjen e shkollimeve të ndryshme. Të gjithë këta insistojnë që nxënësit e tyre të ndjekin mësimin e gjuhës shqipe. Të gjithë këta janë me entet e integrimit të komunave të tyre më se të njohur dhe komunikimi i tyre nëpërmes festave të ndryshme kombëtare, fetare dhe po edhe vendeve të vendit ku jetojmë, arrin që të tregojnë se këto xhamia nuk janë rol ose nuk luajnë një rol negativ për integrimin e xhamit. Të kundërtën, ata insistojnë me të madhe që hapja e xhamisë, fëmijët e tyre dhe kështu me radhë marrin pjesë aktive në jetën shoqërore që është aty. E nëse doni nga Vili mund t'ju sjellim 100 shembuj interesante. Si e vlerëson feja, do t'jap një përgjigje të shkurtë. Të gjithë ne që folim aty në moderimet e mia për grumbollim të mjeteve që mbërrin për një natë 1 milion, elhamdulillah, dihet Allahu dhe pejgamberi Allahut ka thënë se ata të cilët themelojnë xhamiat, ndërtojnë xhamiat në emër të Zotit dhe kështu me radhë, kanë një pallat në botën tjetër dhe kështu me radhë, të cilët i besojnë që jemi nga besimtarët, besojmë se do të na jap Zoti një pallat. Por, rehane,
unë kam studiu filozofinë islame. Përpara se të shkojmë për shpërblimet në botën tjetër, do të flasim për shpërblimet në këtë botë, për shkak se surat e Kuranit thotë një prej tyre, o Zot na jep mirat në këtë botë dhe na jep mira në botën tjetër. Konteksti i ajeteve të Kuranit tregon se kush ka përparësi. Ne nuk mund të kërkojmë të mira në botën tjetër vetëm nga bota tjetër pa me kërku këtë, për shkak se Islami na thotë ju nuk jeni pi atyre që kërkoni vetëm në dynja ose vetëm në ahiret, kërkoni dyjat. Mirë, po e para ka përparësi dynjaja për shkak se ne jemi në dynja. Dhe në qoftë se këto xhamia reflektojnë sot që janë ndërtu pozitivisht në shoqëri dhe njerëzit janë të kënaqur dhe marrin pjesë atë, kjo është një prej shpërblimeve që Zoti ka bërë që midis qytetit të Vilit, që një prej tyre ju pra keni qenë prezant aty dhe kamerat tuaja dhe kampanjë lumturie që njerëzit brohritin dhe gëzojnë edhe pse kanë dhënë 5 milion për atë. Dhe të thuash unë do t'jap 5 milion, zakonisht njeri duhet me qenë pak i mërzitur se kanë ikur lekt krejt. Mirë, por në anën të kundërtën ata janë të gjithë duke u kënaqur dhe të gjithë janë të lumtur. Kjo tregon se ky lloj shpërblimi, ky lloj pune ka reflektuar në jetën tonë të përditshme dhe gëzohet fytyra jote. Është e njëjta sikur ju për shembull jepni një lëmosh një të varfërit dikund dhe gëzohen kalamajt e tij duke festuar për atë dinar që ju e keni dhënë, dhe në anën tjetër ti e shikon dhe gëzohesh më shumë se ata. Në fakt ti ke humbur, ti ke një dinar më pak se sa. Mirë, po është interesante se refleksi në shpirtin tënd tregon të kundërtën, tregon lumturi. Dhe kjo është ajo të cilën ne thojmë. Përderisa njerëzit janë të lumtur atje me këto themelime të xhamive dhe shpërblimi ju ka ardhur prej këtu përpara se të vijë tjetër. Dhe kjo është një shenjë se kjo është një shpërblim shumë i vogël në krahasim me ato që vjen. Mund të na dhoni keni një shifër apo një numër se sa xhami janë në pjesën në Zvicër, të themi ku edhe ju jeni imam në një xhami atje. Në Zvicër, në Zvicër në bazë të numrave aktuale janë dikund 500.000 musliman, prej tyre janë 63 nacionalitetet ndryshme dhe shumica absolute e këtyre muslimanëve janë shqiptar, me prejatën nga Kosova, Maqedonia, Lugina dhe pjesërisht nga Shqipëria. Të shqiptarët përbëjnë dikun 350 deri 380.000 musliman që janë në Zvicër, pra dikun 60% për këtij numri janë shqiptarë. Këto shqiptarë, pra bëjmë fjalë në këto 380.000, këto kanë dikun 82 xhamia në Zvicër, të cilat janë të organizuara kryesisht në Komitetin Musliman Shqiptar të Zvicrës me kryetarin Efendi Mehan Salia, dhe këta kanë një koordinim përbashkët bashkë edhe mua, pra ne kemi një koordinim përbashkët aty që bëjmë organizimet ndryshme në formë të mirëfill. Komiteti Musliman në Zvicër, jo vetëm shqiptar, musliman ka dhe një format tjetër të organizimit që quhet organizimi jo nacional, po organizimi ombrell zvicrane, që janë të thrasim ombrella ose federata e muslimanëve Zvicrës lindore, Zvicrës qendrore, perëndimore dhe gjithë to kanë një mbi ombrellë e cila quhet FIC ose Federacioni i muslimanëve Zvicrës lindore, të cilët kanë poshtë përfaqësi edhe në Konfederatën Zvicrane. Në këtë rast, shqiptarë pra përbëjnë 82 xhami, të cilat janë shumica absolute e atyre xhamive janë të vlera edhe kështu me radhë, por dikun të 10 deri në 12 prej tyre janë të ndërtuara prej temelit, me të cilën kemi filluar ne në Vil në vitin 2015 dhe kemi përfunduar në 2017 ku u bën hapja solemne edhe kështu me radhë, dhe flasim për cifra të mëdha. Xhamia jon ka kushtuar 5 milion, tjetra xhami ka kushtu 7, 9 dhe kështu me radhë, dhe tash objekti tjetër i cili duhet të vinë që s'du ta përmend emrin se s'kam të drejtë ose s'kam marrë leje, flasim për 12 milion i cili nuk di a do të realizohet ajo, mirë po është një temë shumë interesante e cila nëse realizohet edhe është një xhami tepër e bukur dhe kështu me radhë. Këto janë, domethënë kjo do të jetë një projekt më i madh, pasi që edhe shumas që e cekët është më e madhe. Është vërtet. Pjesa e fundit ndoshta që do të shashtu në rehane këtu është se a kanë nevojë muslimanët për gjithë këtë pasuri të cilën e futin nëpër xhamia dhe kështu me radhë. Kjo është një temë që është e mirë të diskutohet në nivele në qartje më të larta me pro dhe kontra, natyrisht edhe kështu do ishte interesante, por besoni se shkalla tjetër mbas kësaj, që si mbas ndërtimit të xhamive, do të jetë po ashtu edhe investimi në krijimin e strukturave ose forcimin e strukturave muslimane që këtojnë atje, dhe si këto struktura do të mund të zhvillojnë jetën shoqërore
dhe fetare atje, po pse jo edhe në vendlindje. Ama a janë shumë mjete këto të cilët futen në të mrenda, unë mendoj se themelimi i xhamive, ose më mirë me thonë ndërtimi i xhamive ka pas një ngecje deri më tani. Po të kishte nisur themelimi i xhamive që në vitet 95, në vitin 2000 që fillu tek këtu të ndërtohen xhamia, kjo nuk ka intensitet, nuk do të ishte sot për sot krejt komplet të fuqishore në Zvicër. Por kjo është vonu me qarqe të caktuara ose pa organizime të caktuara dhe tash ka arritur në një pikë ku muslimanët janë mirë të organizuar dhe kanë nevojë për xhamitë e tyre. Dhe në fund cili është mesazhi juaj për diasporën? Diaspora është zemra e xhamive, diaspora është zemra e vendlindjes, diaspora është shpirti jon krejt. Unë i përshëndes të gjithë ata të cilët vinë xhami dhe nuk vinë xhami, të gjithë ato shqiptarë të cilët janë atje për shkak se ata janë më të mirët të cilët i kemi. Besoni edhe dora e tyre në Zvicër nuk ndalet. Besoni dalim përgatitim një manifestim për grumbullim të mjeteve ose një gala night, nuk ndalen njerëzit të thonë të hollat e tyre dhe kjo është për t'u habitur dhe kjo tregon se çfarë zemre kanë këto njerëz. Na flasin shqiptarët, bëjnë disa lëshime, disa gabime kështu me radhë. O njerëz, folni për 99.99% të shqiptarëve të cilët janë jashtëzakonisht të shkolluar, jashtëzakonisht të integruar dhe të përparuar. Nuk e keni idenë çfarë njerëz, çfarë shqiptar kemi në Konfederatën Zvicrane brenda në sekretariatin e tyre, nuk e keni idenë sa shqiptar kemi në ushtrinë zvicrane, sa kemi në ekonominë zvicrane, në për bankat e tyre. Çka të them, krejt të gjemë të këta vajzat tona janë shpirti i Agës Hoxhë. Imami i xhamis Bekim Alimi, për emisionin e Ritmi i ditës, ka folur për disa paragjykime që shpesh faqen në shoqëri ndaj ndërtimit së xhamive, si dhe ndaj mbajtjes së shamizën nga vajzat. Ai apelon për më shumë mirëkuptim dhe respekt në shoqëri ndaj praktikave fetare të besimtarëve musliman dhe nxit që debati publik të bazohet në informim dhe jo në paragjykim. Ju tini se një çështje e tillë ka filluar dal ngadalë edhe në vendlindje të shoqërohet me disa paragjykime në këtë kontekst, lere më në shtetet të cilët nuk janë muslimane në këtë rast. Të lutem të gjithë këta xhamia të cilat janë themeluar, pjesërisht dikun më shumë, dikun më pak, janë përcjellur po ashtu edhe me frikë nga popullata se çka bëhet këtu, çfarë islami do të jetohet këtu dhe a do të kanoset paqja dhe jeta e fëmijëve të tyre, pushimi i mbrëmjes, kujdesit, të gjithë këto janë të cilat kanë sjell me vete edhe paragjykime në shoqëri. Dhe ne si xhamia ose ne si imam do ishim shumë të pjekur në qoftë se këto paragjykime nuk i marrim si kritika, po i marrim si akt real që njerëzit tuten dhe kanë frikë dhe detyra jonë do të ishte që ne të punojmë me këto njerëz, të flasim me këto njerëz, të ftojmë këto njerëz, të bashkë organizohemi me këto njerëz, të nxjerrim aktivitetet përbashkëta me fëmijët e xhamisë, me komunën, me kishat dhe kështu me radhë, që të shohen se kjo është vetëm një element ose vetëm një ambient ku njerëzit vinë falen, sikur që është për fe të tjera ambientet e tyre. Në këtë rast atëherë largohen këto lloj paragjykimet dhe rritet dashuria në të kundërtën, ashtu sikur që mund të them lirisht edhe që ka ndodhur në Vil. Edhe në Vil kemi pas paragjykime të shumta në këtë kontekst, sidomos për disa fëmijëve të cilët janë aty, dhe tani më ata vinë pinë kafën e mëngjesit të xhamiat dhe kështu me radhë dhe bëjnë takim me hoxhën ose kështu me radhë. Mesin e saj ne kemi bën një mafile ose quhet një galeri e dytë në xhami, e cila është enkas e rezervuar për jo musliman ditën e xumë. Me thonë e para është për gratë, kurse e dyta është për jo musliman. Ata vinë ndëgjojnë ligjëratën për shkak se ligjërata e hutbes xumë bëhet në gjuhën gjerman, edhe ata vinë atë ndëgjojnë ligjëratën, pinë një kafe me imamin e tyre, të diskutojnë tema të ndryshme dhe kjo është interesante. Dhe në çdo temë të ditës së premte ne paraqesim po ashtu edhe nëpërmes mediumeve të cilët kanë interes ta paraqesin se cila është tema tjetër me radhë, ta dëgjojnë temën dhe është si paralajmërim që të vinë ta ndëgjojnë. Pjesërisht ne shohem edhe në Zvicër në çështje të tillë, edhe pse islamikisht fëmijët deri në moshën madhore nuk janë të obliguar as me faljen e namazit, as me bartjen e xhamive dhe kështu me radhë, ato janë të liruar nga kjo çështje e tillë. Dhe një dokuri e tillë në Zvicër është shumë e rrallë.
Tash aktualisht është një temë dhe një debat në Zvicër në lidhje me a duhet të ndalohet shamia nën moshën 14 vjeçare dhe kështu me radhë. Islamikisht kjo nuk është një problem për shkak se Islami as që e ka kërkuar nën moshën 14 vjeçare ose 12 vjeçare varet prej moshës së pjekurisë së tyre dhe pubertetit të tyre. Por ana tjetër është se tek këtu paraqiten sidomos disa kultura të caktuara nga shtetet të caktuara që nuk do të thoja se vijnë nga shtetet nga trojtorën shqiptare. Si e sheh këtë xhamia ime ose ne në Zvicër, kjo nuk është një temë diskutimi kjo fare. Fëmijët nuk janë të obliguar të mbajnë xhami. Ndërtimi i xhamive në diasporë përbën më shumë se një nevojë fetare, është një reflektim i dëshirës së komuniteteve muslimane për të krijuar një hapësirë të veçantë ku mund të kultivojnë besimin, të edukojnë brezat e rinj dhe të ruajnë lidhjet me trashëgiminë e tyre shpirtërore dhe kulturore. Këto xhami shërbejnë si pika rrëfimi, jo vetëm për besimin, por edhe për solidaritetin shoqëror, duke ndihmuar në forcimin e ndjenjës së përkatësisë dhe përballimin e sfidave që sjell jeta në diasporë.